përshëndetje për zemërta, është kënaqësi e posaçme që spari përshëndetje për zemërta nga tëra antarësia e Partisë për Veprim Demokratik i drejtoj pra juve, veprimtarve të partisë me cilën gati 24 vite jemi në një bashkëpunim konstant dhe tre. Ishte ajo kohë kur projekti politik i prezidentit historik Ibrahim Rugova filloi dhe kur u përfshi në të gjithë trevat shqiptare të ish Jugosllavisë dhe kur trupi koordinues, Këshilli koordinues i partive politike shqiptare i dha rezultatet e para, ato të referendumeve që u mbajtën edhe në Maqedoni, edhe në Lugin Preshevës pas referendumit të Kosovës. Dhe atëherë vepër doli një koordinim strategjik, i cili ishte rezultat i një orientimi që lëvizja e përgjithshme politike shqiptare, që arriti kulminacionet e veta në krye me Lidhjen Demokratike të Kosovës, kryesuar me prezidenti Rugova. Ato ishin hapat e parë të një lëvizje politike që filloi qysh atëherë të jep rezultate konkrete. Dhe fundit, edhe gjithë shkencëtarët meritorë, analistët meritorë, vërtetojnë se lufta shekullore shqiptarëve, që nuk mungojnë në çdo moment historik, arriti kulminacionet dhe dha rezultatet më të mira kur u koordinu në një projekt politik strategjik aq ka patëm në krye me prezidenti Rugova. Dhe këto rezultate e shihen. Lidhja Demokratike e Kosovës sot, në këto momente, gjithashtu me sfidat jashtëzakonshme, pas marrëveshjeve që po arrijnë në nivelin ndërkombëtar. Sfidat janë që kapacitetet politike, kapacitetet intelektuale të Kosovës të orientohen drejt dhe që një stabilitet që do t'i ndihmon në zgjidhjen e gjithë problemeve jetësore të Kosovës, por edhe për gjithë shqiptarët në viset e tyre, në trojet e tyre etnike, në radhë parë në Lugin të Preshevës. Ne presim shumë. Ne në këto momente të vështira për shqiptarët e Lugin, me gjitha problemet dhe gjitha diskriminimet që gjitha po i përjetojmë në këto 14 vite të fundit. Dhe e vetmja shansë është që pas këtyre bisedave ne këtu kemi një mbështetje e cila është e domosdoshme. Një mbështetje që do të arrihet me një luftë politike ku radhë parë do të vinë në shprehje vlerat intelektuale, me të cilat Lidhja Demokratike e Kosovës aktualisht disponon më së shumti. Dhe këtu janë pra të gjitha shpresat tona që në periudhën vijuse me përvojën e fituar nga udhëheqja e presidentit historik Rugova, me gjithë rinin e LDK-s që është organizuar, po e shohni shumë mirë, me gjithë këto kapacitete të fitohet lufta politike, të fitohet lufta intelektuale, jo vetëm për shqiptarët e Kosovës, jo vetëm për banorët e Kosovës, po edhe për shqiptarët kudo që jetojnë, e në radhë parë për shqiptarët Lugin Preshevës. Dhe këtë drejtim, unë ju uroj suksese. Unë uroj që udhëheqjet e reja ta përsëritin bashkëpunimin që ne e patëm me një projekt transition të Këshillit të Evropës, Bilan, Preshev, Kumanov, që e patëm fillu me Zoti Azil, i cili mjerisht ma vorë uzbek, por tash, me anë të asocim stabilizimit të Kosovës, hapët mundësia shfrytëzohen i pa fondet për bashkëpunim ndërrajonal dhe ndërkufitar. Dhe këtu janë shpresat tona. Dhe uroj që në periudhën vijuse, në këtë drejtim, të bashkëpunojmë në interes të popullatës dhe që ne të hymë në rrjedhat evropiane me të gjitha mundësitë e bashkëpunimit, më të integruar se kurdo në të kaluarën. Vetëm këtë mënyrë mund të kemi sukses në realizimin e aspiratave tona shekullore. Me pat sukses! Faleminderit, Zoti Alimi.
Prezenca e tij e ndëron këtë konvent nga Ferizaj ftojnë për një fjalë rasti zotin Muharrem Spaqa, kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës në Ferizaj. Në të delegacionit me të cilët marrë pjesë në këtë konvent, më lejonin veçantit përshëndes kryetarin tonë akademik Isa Mustafën dhe ta falenderoj për gjithë shka që përbën në konsolidimin dhe forcimin dhe strukturimin e partisë, në modernizimin e saj dhe në kthimin e saj drejt fitores aty ku në fakt e meriton dhe aty ku e ka vendin dhe ku dëshirojmë të gjithë ta shohim. Po ashtu përshëndes edhe të gjithë bashkëpunëtorët në krye me sekretarin e përgjithshëm, zotin Ismet Beqirin, deputetët e Parlamentit Kosovës nga grupi parlamentar i LDK-s, ish ministrat të kabinetit qeveridor gjatë pushtetit të LDK-s, përfaqësuesit e Luginës Preshevës, kësaj plagë të dhimbshme të trungut tonë shqiptar, po ashtu edhe përfaqësuesit e Bashkisë Islame dhe përfaqësuesit e Mërgatës Shqiptare nga Hafiz Gagiza me bashkëpunëtorët, i cili ka qenë një kohë gjatë kryetar shumëvjeçar i Degës së LDK-s. Për shkak se edhe unë vi pak nga ajo pjesë kështu dhe mendoj se Mërgata Shqiptare ka qenë për një kohë gjatë magjja dhe buka e përditshme e Kosovës. Unë ju sjell përshëndetjet edhe për punën e suksesme që do të bëni në realizimin e kësaj konvente dhe në nxjerrjen e detyrave obliguese, të cilat do të jenë përcaktuese për fatin e kandidatit për kryetar, Nikoqirit tonë të satëm zotit Lutfi Hazirit, kryetarit të Degës së LDK, të cilit i dëshirojmë sukses dhe shpresojmë dhe besojmë fuqishëm se ai do të jetë kryetari i ardhshëm i qytetit të Gjilanit. Natyrisht, fitoria e tij është shumë e rëndësishme edhe për qytetet tona në afërsi dhe për Ferizojnë për shkak të lidhjeve të shumta farefisnore që kemi me pjesën e Anamoravës dhe natyrisht do të reflektojmë bashkë, do të bashkëpunojmë po ashtu bashkë dhe nga kjo që do të shënojmë një fitore të suksesshme nga vija ku fitore atje, nga Prizreni, Soareka, Ferizoj, Gjilani, Vitia, Kamenica, deri në Luginën e Preshevës atje, do të jetë një garant që do t'i hapë rrugë kryetarit tonë Isa Mustafës, akademik Isa Mustafës, kryeministrit i ardhshëm të Kosovës që të merret me hartimin e kabinetit qeveritar. Ju uroj punë të suksesshme në këtë konvent. Gjithë mirë. Faleminderit zoti Spaqa. Në vazhdim ftojmë Shajb Sudullin, njeriu që ktheu Lidhjen Demokratike të Kosovës aty ku e meriton. Demokratike të Kosovës, nga Dega e Gjilanit, lejoni që në emër të Degës LDK-s në Kamenicë dhe në emër të komunës, institucionit komunës Kamenicës, t'ju përshëndes të gjithëve, t'ju uroj punë të mbarë në kuadër të kësaj konvente të Degës e LDK-s në Gjilan dhe t'ju uroj fitoren e kryetarit, deputetit, të nderuar Lutfi Hazirit për kryetarit të komunës. Përshëndes kryetaren e LDK-s, akademik Isa Mustafën, sekretarin, musafirët të tjerë, nga Bashkia Islame, nga familjet të dëshmorëve, nga Lugina e Preshevës, dhe ju përshëndes të gjithë pranishmit, por deshta me thonë që është dallim i madh për qytetarët e komunës me udhëheq pushtetin lokal apo mos me udhëheq pushtetin lokal. Qytetarët e komunës Kamenicës shumë shpejt e bënën zgjidhjen, e bënën përmirësimin e një lëshimi, ashtu me thonë që për 2 vjetë prap ju kthyn udhëheqjes së LDK-s. Këtu në komunën e Gjilanit kaluan disa vite dhe unë besoj që është koha fundit, është interesi i përgjithshëm i komunës së Gjilanit që qytetarët e kësaj komune sa më shpejt dhe pa humbur kohë në këtë zgjedhje të ardhshme të komunës të bëjnë përmirësimin e një lëshimi të bërë për disa vite dhe ta kthejnë udhëheqjen e komunës në duart të LDK-s dhe në duart të kryetarit zotit Lutfi Haziri.
Unë sinqerisht e përkraj Zotin Lutfi Aziri që tjetë kryetari i arshëm i komunës së Gjilanit dhe me antarësinë e LDK-s nga komuna Kamenicës dhe me qytetarët e tjerë do të mundohemi që të punojmë që kjo të arrijet, pra kjo rezultat të arrijet, po besoj që sigurisht që nuk ka mungu përkraja nga kjo komunë dhe nga njerëzit që kanë ardhur enkas nga Prishtina për të na përkrahur në mesin e tyre dhe kryetarin nderuar Zoti Isa Mustafa, besoj që edhe ju do të na përkraheni dhe ne do të bashkëpunojmë në mes veti dhe do të sigurojmë fitoren edhe në komunën e Gjilanit, edhe në Kamenicë, në Viti dhe në shumicën e komunave të Kosovës dhe njëkohësisht do të sigurojmë fitoren e përgjithshme në zgjedhjet parlamentare apo nacionale dhe në kuptohet që kryeministri i jashtëm i Kosovës do të jetë akademik Isa Mustafa. Faleminderit edhe një dhe urime dhe suksese për të gjithë. Faleminderit zoti Surdullaj. Në vazhdim, ftoj Bajro Shumeri, kryetari i Artanës, për të përshëndetur këtë konvent të madh. I nderuari kryetari i LDK-s akademik Isa Mustafa, i nderuari kryetari i degës së LDK-s zoti Lutfi Aziri, të nderuar të pranishëm të gjithë që jeni në këtë sallë, anëtarë dhe simpatizues të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Më lejoni që edhe unë në emër të kryesisë së degës së LDK-s në Artan, anëtarësisë së LDK-s në Artan dhe në emër timin të përshëndes punimet e kësaj konventi të sotshme. Konventa e sotshme edhe shumë aktivitete të ndryshme që këtyre ditëve po ndodhin me të madhe të anë e banë Kosovës, po tregojnë se Lidhja Demokratike është angazhuar fuqimisht që kësaj radhe të fitoj zgjedhjet si ato komunale dhe ato nacionale. Duhet të fitojnë këto zgjedhje gjithsesi për arsye se jo pse ne jemi xheloz do të thotë ndaj dikujt që sot është në pushtet, po për atë se populli e dëshiron këtë dhe po e sheh se nuk është mirë. Prandaj ne do të angazhohemi maksimalisht në këtë drejtim. Unë vazhdimisht me kënaqësi kam pranuar ftesën që të jem në Gjilan, sepse Gjilani gjithmonë ka qenë frymëzim edhe për degët tona përreth që besnikrina e LDK-s vazhdimisht ta kemi dhe ta forcojmë gjithherë. Pra, unë dëshiroj që gjithë juve dhe atyre të cilët do na përcjellin përmes mediave, që t'i ftoj, t'i bashkohen, të rreshtohen në Lidhjen Demokratike të Kosovës, sepse Lidhja Demokratike e Kosovës është ajo e cila më së miri proceset e tanishme në cilat gjendet Kosova din t'i çojë përpara. Prandaj, urime kjo konvent e sotshme, urime këto aktivitete që keni filluar dhe urime fitore e ardhshme në Gjilan. Faleminderit zoti Mere. Me pjesëmarrjen e tij na ndëron një personalitet mjaft i shuar, zoti Sulejman Osmani, kryetari i Bashkisë Islame në Gjilan. Foltorja është për ju zoti Osmani. Në emër të Këshillit të Bashkisë Islame të Gjilanit, përshëndes prezencën në sallë, duke filluar nga funksionerët më të lartë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, pastaj edhe gjithë shpërndarjen e vijën vertikale dhe horizontale të organizimeve të partisë. Uroj punët e konventës së LDK-s dhe që programi i partisë të shkojë mirë dhe të shkojë mbar drejt fitoreve që avancojnë lëvizjen e partisë për gjatë gjithë historisë së saj. Mendoj se koha dhe përvoja kanë krijuar shumë afinitete dhe kapacitete, të cilat i duhen vendit dhe janë të domosdoshme dhe do të jenë në mundësi që këtij vendi të afrojnë më të mirën e mundshme. Nuk do të shoj nga rasti dhe nuk them diçka fshehtë nëse personalisht i uroj mikut tim Lutfi Aziri për shkak edhe të lidhjeve të mia personale që kam me ta, t'i uroj sukses dhe t'i uroj punë të mbarë në udhëheqjen e LDK-s në Gjilan, të punoj për Gjilanin, të punoj që Gjilani të ketë vendin meritor edhe të duhur, të jetë aty ku duhet të jetë në këtë pozitë që e ka në rajonin e Anamarabas. Neve në Bashkinë Islame të Gjilanit
do të punojmë që të përkrahim gjitha proceset pozitive në këtë shoqëri dhe ashtu qysh kemi qenë shtëpia e të gjithëve, do të jemi shtëpia e të gjithë atyre që dojnë të ndihmojnë edhe të punojnë mirë dhe të jenë në shërbim të këtij populli. Duke ju uruar çdo të mirë dhe kundorizim në suksese, ju urojmë punë të mbarë dhe faleminderit. Faleminderit zoti Osmani. Ëmbëlsira e përshëndetjeve për fund i takon kandidatit tonë për kryeministër, njeriut I cili me punën dhe angazhimin e tij do ta kthejë lidhjen demokratike të Kosovës aty ku e meriton. Fjala është për ju, akademik Isa Mustafa. Faleminderit shumë, I nderuar kryetari Degës së DDK-s, zoti Lutfi Aziri, I nderuar zoti Riza Halimi, I nderuar antarët kryesisë së DDK-s, sekretari përgjithshëm I DDK-s, nderuar familjarë dëshmorëve, përfaqësues Bashkisë Islame, gjithë ju sot që jeni këtu. Unë ju uroj për këtë konvent shumë të rëndësishme për ne, sepse këto po tregojnë në format më të mira, që ne të organizohemi mirë, të punojmë mirë, edhe të fitojmë mirë. S'po them vetëm të fitojnë, por të fitojmë fort, në mënyrë që t'i mundim këta që po qeverisin keq, edhe në mënyrë që ne të lajmë borxhin ndaj lidhjes demokratike të Kosovës, dhe të lajmë borxhin tonë ndaj kësaj figure markante që është këtu para nesh, presidentit historik të Kosovës, Ibrahim Rugova. Po them të lajmë borxhin sepse nuk është borxh yni dhe nuk është obligim yni që ne vetëm ta lavdrojmë figurën e Ibrahim Rugovës. Sepse personaliteti dhe figura e Ibrahim Rugovës janë të lavdruara vetë. Sepse Ibrahim Rugova ka bërë punën e tij për Kosovën, e ka dhënë kontributin e tij për Kosovën, dhe ajo që neve na ka mbet që ne të fitojmë, dhe nëse ne do të fitojmë, atëherë ne do ta vazhdojmë veprën e Ibrahim Rugovës. Dhe kjo është obligimi ynë që ta bëjmë këtu në Gjilan, ta bëjmë prapë ta përsërisim Kamenic, ta përsërisim në Novobërd, ta përsërisim në Podjev, në Prishtinë, në Bilic, në Fushë Kosovë, në Istok. Dhe ta fitojmë Ferizajnë, sepse mund ta fitojmë Vitin, sepse mund ta fitojmë Pen, sepse mund ta fitojmë Prizrenin, sepse kemi fituar dhe mund ta fitojmë Gjakovën, sepse kemi pas pjesën ndërmuese atje, dhe të fitojmë numrin më të madh komunave, dhe unë jam I bindur që nëse ne punojmë, ne do t'i fitojmë zgjedhjet këto komuna. Ne sot I kemi nominuar 16 kandidat për kryetar të komunave si fazë të parë, dhe kryesia I ka dhënë pëlqimin e plot kandidaturës Lutfi Azirit për kryetar të komunës. Kryetarit Kamenicës, sa e pësërduar Kamenicën, zotë marë sfasha që tjetë kryetarit Ferizaj, të vazhdoj kryetari Joni Artanës, dhe kemi përkrahu ashtu edhe Sokolin që tjetë kryetarin I tij, sepse konsiderojmë se pse kemi dhënë këtë përkrahje? Sepse jemi të bindur që në kohën kur Lutfi Aziri ka qenë kryetari I Gjilanit, në Gjilan është qeverisë mirë. Sepse pashtu jemi të bindur që
në kohën kur ne kemi pas kryetar në Ferizaj është qeverisë më mirë. Jemi shumë bindur që sot Kamenica po qeveriset shumë më mirë se sa që është qeverisë përpara. Dhe jemi shumë bindur që Imre Ahmeti do ta qeverisë shumë më mirë Lipjanin si kryetari i komunës se sa që po qeveriset sot Lipjan. Sepse gjithë treguesit flasin që Lidhja Demokratike sot është parti e cila krejtësisht është konsoliduar. Që Lidhja Demokratike sot është parti në cilën qytetarët kanë shumë ma shumë besim se në parti tjera, që do ta zhvillojë Kosovën ekonomikisht shumë ma mirë se sa tjerët. Se Lidhja Demokratike sot ka përparësi shumë më të madhe dhe besim shumë më të madhe ndaj partive tjera, se do ta zhvillojë arsimin Kosovë më mirë se sa zhvillojnë tjerët. Se Lidhja Demokratike sot është e para sa i përket luftës kundër korrupsionit edhe forcimit të shtetit ligjor. Se Lidhja Demokratike sot është e para ndaj tjerave sa i përket ofrimit perspektivës për tri. Dhe se Lidhja Demokratike është e para sa i përket zhvillimit sistemit shëndetësor dhe ofrimit asistencës për qytetarët që kanë nevojë në krahasim me partitë e tjera. Dhe kjo na bën neve të fuqishëm, sepse jemi treguar ta shumë të fuqishëm edhe në opozitën në Kuvendin e Republikës Kosovës. Jemi partia e parë që jemi treguar se jemi parti që prim në jetën opozitare. Por jemi parti pashtu e cila kemi treguar se përkundër interesave tona që të zhvillojnë jetën partijake, ne disa interesa i kemi lënë si interesat Kosovës. Dhe kemi thënë që ato çështje, cilat janë çështjet Kosovës, do të jenë çështjet gjithë neve, sepse veriu i kësaj Kosove nuk është problem i një subjekti politik, nuk është problem i vetëm pozitës në Kosovë, por është problem i yni, sepse është problem i çdo qytetar. Dhe ne do të sillemi në mënyrë të përgjithshme që ta zgjidhim këtë problem, sepse nuk do të lejojmë që në veri të shkojmë vetëm me helikopter, përmes KFOR-it ose përmes EULEX-it, por dëshirojmë të krijojmë kushte që në veri të vendit ne të qarkullojmë lirshëm, që sovranitetin Kosova ta ushtrojë në tërë territorin e saj dhe që ligjet e Kosovës të zbatohen në tërë territorin e saj. Ne tjetër zgjidhje nuk shohim. Kjo është zgjidhja jonë, për arsye se kjo parti si Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila është zhvilluar mbi bazat e një lëvizje, qëllimin themelor ka pas qëllimin shtetformues të Kosovës. Ne këtë qëllim nuk do ta lëshojmë. Ne do të sillemi si parti shtetformuese, ne do të mbrojmë interesat e këtij shteti, ne do të luftojmë për vlerat e këtij shteti, dhe këto vlera do t'i ndërtojmë nëse ne fillojmë tash qeverisim mirë në nivel të pushtetit lokal, dhe këtë qeverisje në nivel të pushtetit lokal ta ndërtojmë edhe në nivel të vendit. Urime dhe shumë sukses. Faleminderit akademik Isa Mustafa. Tani erdhi koha e shpalosjes së një pjese të programit ton nga njeriu që jo rastësisht e mban epitetin e politikanit më të suksesshëm në Kosovë, njeriu të shumë sfidave, arkitekt i shumë marrëveshjeve politike për pavarësinë e Kosovës, ish zëvendës kryeministër të Kosovës, tani deputet i Kuvendit të Kosovës, kryetari të Lidhjes Demokratike të Kosovës në Gjilan, zotri Lutfi Azizi. Falenderit shumë nderuar delegat të Kuvendit Djeshëm të konventës sotshme të LDK-s, nderuar kryetar të ndegve, këshilltar komunal, kryetar forumit rinis, gruas, aktiviste, veprimtar, pjesëmarrës të konventës programore të LDK-s për Gjilanin. Ju që punoni ditë e natë, ju që angazhoni lagje për lagje, fshat për fshat, dhe jo që bisedoni çdo ditë në familje, gjilanase, kudo që janë ata për problemet, për hallet dhe për këtë angazhim. Lejoni që të plotësoj përshëndetjen time, falënderimin tim për sekretarin general i cili rastësisht po vjen disa herë po vjen Gjilanës me përshëndetmi,
që shdohet, Ismet Beqire, një kolegë timin, një profesor të mirë dhe një bashkëvendas, Hakid Mollin, i cili është gjithmonë këtu, natyrisht në respektit më të madh dhe një kryetar, mirë se keni ardhur. Faleminderit për kujdesin tuaj që po tregon për LDK-n Gjilan, për Gjilanin tonësi, dhe më lejoni që respektin tim ta bart më shumë. Familjet e dëshmorëve që janë sot këtu, ata që këtij vendit i dhanë më shumti, ata që këtij vendit i dhanë më të dëmshmën, ata që këtij vendit sot asaj dite nuk i gëzohen, sukur gjithë ne, sepse ju mungon diçka që zbrastir jetën e tënve, zemrën e tënve, shpirtin e tënve. Sado që liria kam rri, por mungesa e respektit për ta është dhimbje e vazhdueshme që po borto. Bacaregj është sinonim i prindit, i kurefamiljarit, i babës të një familje shqiptare cili ka dhonë shumë herët djalin e vetë për lirinë e Kosovës, por deri tek dëshmorët dhe martirët e luftës fundit për liri, ata besin familje në cilën LDK-ja do të gjynëzohet në respekt për jetën mëtë. Faleminderit zoti kryetar, ashtu si shtret popullë për të më dhone më lasyl. Kryetar i Bashkisë Islame, me cilën institucion ne kemi punu për 10 vjetë në okupim në një qati. Jo vetëm hapësira që është leju me punu, jo vetëm mbrojtja që është afru, sepse kretë infrastruktura dhe kretë kapacitetet, kretë aktivitetet i kemë bërë bashkë. Dhe ecja edhe në liri dhe ushtrimi i detyres, ashtu si që ka sot të regullu me shteti jonë, neve në banderën më të madhë dhe në bërë respektin më të madhë. Pa dash me hy në debatin që në lasun, po du me konfirmu dhe një herë. Ne si popull, ne si anë, ne si veprimtar, ne besimin e pare kemi në Zot. Zoti është ai për cilin ne çdo ditë i lutemi. Dobe i ka dhënë men vonë, po Zoti i falë, sepse është i gjithë fuqishëm, i falë me katët, kur do që dikuna i bjen men, më kthy e pranon. Mos me hy tash në profesion të imamve, une dëshiroj me da që kjo anë nuk ka morë pjesë në debat, sepse e respekton librin e shajt, e respekton organizimin e ndomë në Kosovë, strukturën, hierarkin, edhe natyrisht edhe njerë që shërbejnë namën të Zotit edhe namën të Kuranit. Atëherë, faleminderit shumë, sepse jemi një pjesë e pandashme. Kretë keme përfundu në dorët hoxhallarëve të thunë. Natyrisht që s'moj me fillu me thonë atë që po mendu me thonë, pa e përmendë diçka që Gjilani e ka pjesë historisë të lavdishme të saj. Mërgjimtarët, gurbetçarët, gjithë ata që sot jonë këthy, apo gjithë ata që sot jetojnë, kudo që jetojnë në Evropë, në Amerikë, në numrin total në Gjilan morin pjesë me 12% numrit popullatës. 12% në pjesës sonë jeton jashtë me dekada, tashmë në dekadën e 5, sepse ka bi 40 vjetë, që është familja edhe ime personale. Por, duke respektu punën e tyre, bashkëveprimin e tyre politik, angazhimin, kujdesin e tregun, ndarjen e të mirave, deri në pjesëmarrjen në luftë për liri, sot ne kemi 2 bashkëpunëtarë sot që du me përshëndetë të gjithë bashkëpunëtarët tjerë, kudo që janë, është Hafiz Gagica edhe është Isa Maliqi. Atëherë më lejoni që fjalimin tim ta filloj, sepse nuk jam i njohur, as i pranum shumë me i citu të tjerët, po kësa ere kam vendosur me citu Hasan Prishtinën. Mjerisht, thot, mjerisht në vendin tonë, shpërdorimi i pushtetit është bërë një gjë e zakonshme.
Prandaj, kësaj detyre, sa do vështirë qoftë, ne duhet t'i kushtojmë vëmendjen e duhur deri në ndalje. Duke qenë krenar që Lidhja Demokratike e Kosovës me mbështetjen tuaj, me një rem pas luftës në zgjedhjet e para lokale, e fitoj besimin e përfaqësimit, ne sot ndihemi nderuar që para jush themi bashk e ndërtuam institucionet komunale. Bashk i ndërtuam dhe organizuam jetën e rëndë pas luftës. Bashk i kaluam situatat e jashtëzakonshme emergjente si pasojat e luftës duke i kërkuar të zhdukurit, duke i varrosur dëshmorët dhe duke e vendos ranin, qetësinë dhe jetën në Gjilanin tonë. Kjo kohë e cila na dha mundësinë për 7 vite, si pas mujve, ndërsa 8 vite gati në një kalendar që matë men, LDK-s i dha mundësinë me mbështetjen tuaj të madhe që ta thot fjalën e vetë në Kosovën e lirë, por pas status politik të zgjidhur. Ne e gjetëm Gjilanin me orë policore, të pa organizuar, të rënuar, të djegur dhe me plakë. Ashtu si çditëm, ta largojmë orën policore dhe ta kthejmë qetësinë, ne kemi me largu krimin e organizuar dhe korrupsionin. Ashtu si çditëm, ta ndërtojmë institucionin komunal, ne do të vendosim sondim të ligjit dhe rend. Ashtu si çditëm me tregu respekt, kujdes ndaj gjithëve, ashtu do të vazhdojmë me tregu mbështetje, sepse 14 vjet pas luftës, edhe më tutje familjet në komunën tonë janë të paprekuna nga kujdesi, nga mbështetja e nevojshme që kanë sot nevojë qytetarët e tonë. Dhe shumë probleme tjera. Ne e dim që nuk jemi edhe ata që s'kem gabu. Ka arë koha që dhe në këtë konvent, ta themi, ne kem gabu rënë, kur jemi nda. Ndarja ka qenë e panevojshme, ndarja ka qenë e dhëmshme, dhe kjo ka kriju koridorin e hyrjes së të tretit në pushtet. Ne atë gabim e kem pa, ne atë gabim e kem permisu, ne jemi unifiku, ne jemi bashku, ne punojmë bashk, pa kur farë dallimi. Unë ju kërkoj falje dhe ju los mbështetjen tuaj që ta kemi në mënyrë që të rikthehemi fuqishëm aty ku duhet me qenë. Ky ka qenë gabimi ynë i parë, gabimi ynë i madh, sepse përcitoj prapë presidentin Regova, në një ndarje tjetër të vitit 1998, kur Kosova nda mes paqes e luftës, kur Kosova vlonte nga ditët e pritjes për luftë dhe për çlirim. Presidenti Rugova tha, përkundër kohës keqe, ndarja që ndodhi e determinoi thjesht. Kjo parti nuk i takon funksionarëve, po i takon antarësisë. Nëse antarësia don ka me mbajt dhe ka me mbjetu çdo lloj problemi që funksionarët e kanë bërë. Kjo ka ndodhur dhe është fakt i vërtet në Gjilan, që antarësia e ka shpëtu LDK-n nga kollabimi plot dhe shkatrimi i saj për shkak të sjelljeve të pahishme të funksionarëve të saj. Por, gabimi i dytë, i cili është detektuar dhe është pranuar, është mos mbajtja e premtimeve. Mos realizimi i premtimeve përkundër kushteve të vështira, përkundër buxhetit vogël. Po ja përkujtoj, buxheti i parë i komunës Gjilanit ka qenë 25.000 euro sot ose 50.000 marka, i cili është dizajnuar nga ne dhe nga administrata e huaj. Ne kemi filluar një vet buxhetor, në ndërtim shtetit në mjetet buxhetore jashtëzakonisht vogla. Por, kjo nuk do të thonë që mosbajtja e premtimit harrohet. Asnjëherë nuk harrohet. Qytetarët e kanë shprehur në mënyrën e vet që ajo që thuhet, ajo që premtohet dhe ajo që vendoset në plan do të moralizu, sepse nuk ka mbështetje. Kjo mungesë mbështetjes me abstenim apo me largim, natyrisht që neve na ka pushtuar shumë. Edhe për këtë e kemi vendosur që konventa sotshme programore, konventa nesër gjatë ditës, ku do diskutohen temat, çështjet që janë problemet komunës. Është hapi parë që programin qeverisës në Gjilan të ndërtojmë së bashku me ju, ekspertët
të interesuarit, përfaqësuest, profesorët, dhe gjithë ata që kanë tregu interesim me marrë pjesë, e kanë punu objektivat, kanë punu vizionin, por kjo është e pa mjaftueshme pa pjesëmarrjen e juaj. Nesër, në 6 tavolina pune, me pjesëmarrjen e mbi 40 vetëve, 40 përfaqësuesve ndryshme, ne do të japmi brumin kryesor debatit mbi programin e ardhshëm të qeverisë në Gjilan. Ky program i cili do debatohet me qytetarët, lagje për lagje, fshat për fshat. Dhe në fond do të miratohet, dhe ashtu si miratohet, nuk ka më ndryshu asnjë prioritet, asnjë vijë programi s'ka më ndryshu. Ne e morim zotime që sot edhe nesër, edhe për 4 vjet, edhe 8 vjet dash Zoti, mendimin e tina na qeverisje me implementu në mënyrë që Gjilani me nxjerr nga këtë qeverisja, nga mungesa respektit, nga mungesa mbështetjes buxhetore, nga mos interesimi i kësaj qeverie dhe nga shumë probleme tjera që Gjilanin e kanë zhyt në një depresion ekonomik, depresion politik dhe e kanë varfënu sipas neve, sipas statistikave që kanë bërë organizatat ndërkombëtare. Qytetarët e Gjilanit për herë të parë shënojnë 42% varfëri. 42% të qytetarëve jetojnë në varfëri, përkundër numrit që përmendën 12% popullatës jeton në diasporë që po quhet apo ka migru dhe ata njerëz që mojnë familje me ndihma të vazhdueshme dhe me mbështetje të vazhdueshme financiare që nuk llogaritën pjesë e kësaj skeme. Nuk llogaritën. Edhe ma tutje Gjilanit i mungon ajo që është dashur me pas dhe ajo që duhet me kthy. Kryetari Mustafa në takim me degën e LDK-s para disa ditëve na ka siguruar, sikur që edhe sot, edhe në kaluamën që një program qeverisës i ndërtuar me qytetarë, i projektuar në buxhet dhe parametra buxhetor të qëndrueshëm e ka mbështetjen 100% qeverisë ti në ardhmen dhe sigurisht LDK-s për sot edhe për sa kohë në qeverisë. Dhe kjo është ajo që neve na jep besimin më të madh. Ne kemi ndërtuar program qeverisës me prioritet arsimin. Pse arsimin? Sepse arsimi është rënu. Arsimi dhe arsimin në komunë Gjilanit ju është thy identiteti, ju është thy krenaria për shkak politizimit shumë të keq, të vrasht, tashpër dhe ndërhyrjes instrumentave politiko-partijak në sistemin e arsimit. Ne jemi qendër regionale në arsim. Tradita na ka tregu që Gjilani si qendër i ka gjitha parametrat, por arsimi fillor, arsimi mesëm sot, arsimi parashkollor sot, mënyrën se si menaxhohet, mënyrën se si udhëheqet, largimi çdo metode që aplikon ligji, që kërkon ligji sot, prej punësimit të një arsimtari i tri, i cili edukohet, përgatitet, e deri te mësimdhënia e fëmijëve tonë, ka rrit shifrat alarmuese, ka rrit nivelin më të keq të mundshëm sepse pa një arsim shnosh nuk kemi qëndrueshmëri, nuk kemi jetë shnosh, s'kemi me pasën sigurinë tonë në ndafërme. Unë falenderoj Komisionin për Arsim, gjithë arsimtarët e Komunës Gjilanit, gjithë mësuesit, profesorët, kudo që janë të angazhuar, sepse ata kanë qenë brigada e parë politike e rezistencës në Kosovë, gjithë pronarët e shtëpive shkolla, gjithë ata njerëz që arsimin kod matrona e kanë marrë, janë meritor që arsimi në Gjilan duhet me pas kujdesin e parë dhe kujdesin primar duke apliku politika të qarta dhe duke pas parasysh edhe kostën buxhetore që e kemi para po në arsim. Shëndetësia primare dhe shëndetësia familjare. Është ylla e dytë e prioritetit për shkak gjendjes që është alarmuese në përkujdesin në shëndetin familjar në komunën e Gjilanit. Një ekip i mjekëve jashtëzakonisht mirë, të ri, të motivuar, të edukuar, njerëz që çdo ditë kanë punë me hallëxhi në komunën tonë. E kanë hartu një orientim politik, i cili duhet me rikthy për kujdesin ndaj familjes, për kujdesin ndaj çdo lloji smundje, para ndalimin e smundjeve përmes kontrollave sistematike, për kujdesin e shëndetit në shkolla dhe në gjitha institucionet tjera, në mënyrë që komuna me ushtru
rolin e vetë dhe detyrën e vetë në kuptimin e zbatimit ligjit dhe detyrave tona. Prioriteti jonë i tretë mbetet infrastruktura, që lidhet së bashku me zhvillimin lokal ekonomik dhe bujqësinë. Sot, Gjilani është vetmi region që përfshin pjesërisht edhe Felizoj, me Ana Moravë. I vetmi region që në rrugët regionale nuk e kanë kujdesin e shtetit. Ashtë një rrugë regionale nuk është punu, ashtë një rrugë nuk është zgjeru, spaku nuk është bo e kalushme normale për njerëzit e tonë. Ne mendojmë që hapja e rrugëve drejtim të Prishtinës, Ferizaj, të Bujanovcit dhe të Preshevës, që lidhë edhe koridorin me Kumanov që kemë fillu para shumë vitesh, është investim i cili krijon mundësi për zhvillim lokal qëndrueshëm dhe për zhvillim bujqësisë. Sepse mungesa e interesimit plot të kësaj qeverisje, edhe ndaj partisë së tij që ka këtu, ka bërë që Gjilanën edhe Ana Moravën me lënë pa asnjë lloj investimi. Lumi i Mirushës është bërë si puna e urës shajt. Niset, prishet, rënohet, rindërtohet, ndrohen pronarët. Është projekti më i madh kapital, i cili nuk po ecë, nuk po realizohet përkundër premtimeve që kemi pas. Apo edhe infrastruktura tjetër. Më jeni të them diçka që është shumë indikative. Prej Gjilanit në Preshevë, në Kumanov edhe në Bujanov janë 30 kilometra distancë. Dhe edhe me Tardon, edhe me Arton, edhe me Viti është një distancë pak a shumë i njëjtë. Ne jemi kriju këtu sepse Zoti i Madh ka dashur të jemi këtu, kështu që jemi. Lidhshmëria jonë, kujdesi jonë ndaj infrastrukturës, kujdesi politik dhe institucional ndaj shqiptarëve, pa drejta edhe në komunën tonë, pa drejta civile këtu dhe pa drejta politike aty, me lejen e kryetarit po përmend edhe një herë se do të jetë prioritet. Si kryetari i komunës i premtoj që po më morë me zhvillimin e mikroregionet evropiane. Gjilan, Preshevë, Bujanov, Kumanov, jo shumë me kufi, edhe pse besoj shumë që kufit kanë me dalë pak për të Bujanovcit dhe Preshevës, aty ku duhet me pasën ne në talë me në afërme. Kjo mbetet për të pa, por mikroregioni evropian u shpall vitin 2003. Është i vetmi mikroregion evropian i cili ka 17 komuna, që përfshin Preshevën, Bujanovcin, Medvegjën, Kumanovën dhe Vitin, Kamenicën dhe komuna tjera. Është mikroregion i cili do ta ketë kujdesin edhe të komunës, edhe të qeverisë, edhe të Komisionit Evropian, sepse afirmohen projektet e tilla të bashkëpunimit në mënyrë që me përballu zhvillimin tonë, problemet tona, bashkëpunimin tonë deri në ndërtim infrastrukturës. Dy çështje të tjera për mos me zgjat shumë dhe për shkak programit që kemi më vonë, janë të ju bëj një deklarim tjetër publik që është jashtëzakonisht në interes të vendit tonë. Familjet e dëshmorëve, familjet e martirëve, familjet me raste tonë sociale kanë pas një kujdes të veçantë. Kuptimin e banimit dhe kuptimin e punësimit. Së bashku me subvencionet e garantume për kulturën, për njerëz të kulturës, për këtë teatr, për këta aktor, dhe për këta njerëz që duhet me përgatit jetën kulturore, për gjithë kalendarin vjetor, dhe gjithë përfshirje e rinis. Rinia në Gjilan do të përfshirë në institucione politike, në institucione komunale, dhe do të jetë barca aktivitetet që takon të rive, që përfshin sportin, kulturën, shkollimin, edukimin, bursat dhe ndamin e beneficioneve tjera që do të me pas dhe ne do të me përgatit gjeneratën ashme politike, edhe si LDK, edhe si komunë, në mënyrë që ata nesër me dash përgatitun të edukum dhe me udhëheq komunën tonë në mënyrën më të mirë. Subvencionet për kulturë 100% është për shkak se ky teatr është para mbylljes. Aktorët nuk kanë marrë me shumë tonë rrogë vetëm kur afrohen problemet e tilla, vetëm kur LDK-ja flet, vetëm kur LDK-ja kërkon dhe ofron zgjidhje, atëherë bëhet një zgjidhje e shpejtë me i pagu pak rroga dhe me dalë për krizës, por nuk ka mbështetje të rregullt. Ne garantojmë këtë drejtim që rinia sporti dhe kultura kanë me pas subvencionet e veta duke i menaxhu edhe resurset e tyre apo objekte siç është palestra sporteve, e cila do të zhvillohet në tonësi,
si që është stadiumi i futbollit, i cili do të zhvillohet në Tansi dhe natyrisht njerëzve të sportit dhe të kulturës edhe rinis do t'ju lëm hapësirë me mbështetje të plot të institucionit komunës nesër nga rradha e LDK-s. Zonja Zotëri. Me që nesër kemi diskutu, kemi debatu, juftoj që si pas orare që këni morë, me në pjetë debate, tjenit pa kompromis në kërkesa. Për përmend një nën vizent një arsimtarit vjetër, veterani i arsimit, mësues i vjetër, që do është i dashur për neve shumë, që në tubimin e nëndekjes 45 tha, nuk më ka ndodhur në historinë time me pak si lloj sadizmi që i bëhet buxhetit komunës Gjilanit. Sjellje më sadiste ndaj buxhetit në Gjilan nuk më ka ndodhur për këtë jetën time. Këtë sjellje sadiste, këtë sjellje të papërgjithshme dhe këtë sjellje me humbin e plot të respektit ndaj njerit, ndaj institucionit, ndaj buxhetit, që është kuleta e popullit, në fundit, ne do ta kthejmë në diçka tjetër, në hapje të zyrës, në takime dhe transparente, në monitorim nga qytetarët gjitha proceseve vendimarrëse në komunë, bashkëpjesëmarrje në asamble komunale dhe bashkëpjesëmarrje edhe ndarje të buxhetit. Sepse është rruga e vetme sigur që ne mundemi me i realizuar. Natyrisht, në fund, më lejoni që të mos e harroj diçka që është jashtëzakonisht e rëndësishme për mua, edhe për ju. Kujdesi për herë të parë institucional të tretë ndaj Bashkisë Islame, ndaj xhamive, faltorëve, varrezave të qytetit, duke e kushtuar rëndësinë e plot, duke e kushtuar rëndësinë e madhe, sepse sot kemi varreza ku nuk kemi sigurt ta ka vend, nuk kemi xhamit e varrezat, nuk kemi hapësirë për pastrim të varrezat, nuk kemi mundësi me zhvillu, sepse kështu o sjell kjo gjendje, prioritetet janë dikon tjetër, prioritetet shkojnë dika tjetër për motive këtë tjera. Atëherë për mos më rëndu më shumë, kujdesi do të jetë institucional, duke dhënë rëndësinë, kujdesin me besim të plot në atë që sot e themi. Ju lutem që t'jeni t'jeni kërkues në debat nesër, sepse ju do t'jeni hartues të parë. T'jeni kërkues në takime me qytetarët, sepse ata kanë nevojë, ata kanë probleme, ata kanë kërkesa, ata kanë nevojë një trotuar më të mirë, kanë nevojë një rrugë më të mirë, kanë nevojë ndriçim, kanë nevojë ujë të pishëm, kanë nevojë kujdes, dhe në fund kanë nevojë për një fjalë të mirë. Begatone këtë konvent dhe ndrojmë kulturën tonë punës në udhëheqjen e kryetarit Mustafa, së bashku me kolegët e me këtu. Të bëmi koalicion i madh, koalicioni për Gjilanin, me gjithë partnerë tjerë, shoqata që janë gatshme me punu me ne, shoqata jo qeveritare, iniciativa qytetare, parti politike, institucionet respektume. Ta debatojmë bashkë, ta ndërtojmë bashkë një program për Gjilanin dhe ta sigurojmë që Gjilani do të kalon nga kjo gjendje e rëndë që sot është. Në fund, me besim në Zot, në familje dhe në ju falenderoj për pjesëmarrje, Zoti ju ruaj. Faleminderit kryetar.